Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim me delegacionin e Komisionit të Venecias ku diskutoi mbi ligjin e financimit të partive politike dhe procesin zgjedhor. Gjatë deklaratës për mediat, Berisha theksoi se financimi i partive është sipas tij një nga çështjet më themelore të zgjedhjeve. Ai tha se ekziston një diferencë e madhe mes financimit të Partisë Demokratike dhe partisë në pushtet, duke përmendur shifra që sipas tij shkojnë nga 700 deri në 1000 herë më shumë në favor të qeverisë. Ai akuzoi se janë përdorur fonde buxhetore për aktivitete elektorale, përfshirë edhe organizime të shumta në fushat, si dhe përfitime të ndryshme sociale dhe fiskale për qytetarët që sipas tij kanë ndikuar në vot. Theksuam se çështja e financimit të partive është çështja më themelore e procesit zgjedhor dhe konkretisht me fakte provuam se në këto zgjedhje në rrafshin e financimit nga parat e buxhetit, diferenca midis dy partive kryesore, Partisë Opozitës, Partisë Demokratike dhe Partisë në qeveri, ka qenë minimumi 700 gjerë në 1000 herë. Diferenca e financimit me parat e buxhetit midis dy forcave kryesore politike shkon nga 700 në 1000 herë. Konkretisht. Duke mos llogaritur, duke përjashtuar totalisht atë çka ligji përcakton për financimin e këtyre partive. Jashtë përcaktimit ligjor, partia në pushtet organizoi në kohën e ndaluar nga ligji 4530 ngjarje me një kosto nga disa qindra euro në 7 milion euro para buxheti, siç ishte Giro d'Italia, një ditë para zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve, një organizatë private e cila u kontraktuar nga Edi Rama për të ndikuar tek zgjedhësit.